Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në këtë edicion të emisionit tonë Bashkimi Evropian dhe ne. Tensionet në lindjen e mesme por i kthejnë në qendër të vëmendjes jo vetëm një konflikt rajonal, por edhe pyetje shumë të mëdha për rendin global, për sigurinë energjetike dhe për stabilitetin politik në Evropë. Në një moment kur korridoret strategjike të energjisë janë në presion dhe fuqitë e mëdha po pozicionohen gjithnjë më qartë në kampet e tyre gjeopolitike, dilema është nëse po hymë në një periudhë të re rivaliteti global që mund të ketë pasoja edhe për rajonin tonë. Për të diskutuar në këtë çështje, në studio kam ish-ministrin dhe analistin politik tani, zotin Imer Selmani. Mirëserdhët në emisionin. Mirëserdhët. Ceka këtë rivalitetin mes fuqive të mëdha apo konflikt rajonal, se këtë periudhë, këtë situatë të lindjes së mesme nuk dim edhe si ta përkufizojmë. Si mendoni ju, a mund të jetë në periudhën e ardhshme vetëm një rivalitet mes fuqive të mëdha apo do të mbetet në një rreth pak më rajonal në lindjen e mesme? Sa i takon çështjes së rivaliteti asnjëherë nuk është ndalur mes fuqive të mëdha, domethënë gjithmonë ka pas superfuqi, ka pas perandori, edhe në kohën e perandorisë osmane dhe perandorisë romake ose bizante, domethënë ka pas rivalitete, ka pas lufta, nga ana tjetër perandoria persiane, domethënë ka një kontinuitet aq sa mbahet mend nga historia dhe nga njerëzimi, gjithmonë ka pas rivalitet në botë. Mos kthehemi pak më para 70 viteve, domethënë e dim lufta e dytë botërore, lufta e parë botërore dhe lufta e ftohtë dhe pas luftës ftohtë, ndoshta kemi pasur një periudhë ku kemi pas një qetësi pas shkatrimit të ish Bashkimit Sovjetik, ende djersa Kina si shtet tani veç më superfuqi ishte në ngritjen e saj pa një fuqi reale ekonomike dhe ushtarake. Ishte periudha e viteve, domethënë pas 90, ndoshta deri vitet domethënë 2000, 2005, diku 15 vite ku pat një qetësi të thush për arsye se kishin vetëm një superfuqi botërore, ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës me aleatët e saj, domethënë me NATO-n, në kuadër të NATO-s, dhe nga ana tjetër nuk kishim një balansues sikur që u paraqit më vonë vetë Rusia ose Federata Ruse dhe Kina si një superfuqi ekonomike dhe ushtarake, pse jo. Ashtu që duke marrë parasysh se Kina veç më bëhet dhe është superfuqia e dytë ekonomike, me ambicie jo të kufizuara që të bëhet edhe superfuqi ushtarake, si një superfuqi gjithashtu që posedon armatim nuklear, veç më nuk kemi sistem unipolar, po kemi domethënë një sistem, një balans i cili nuk është i formalizuar, por është një balans mes fuqive të mëdha, është ai trekënd që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me aleatët e vet, domethënë me NATO-n, dhe kemi një Federatën Ruse, e cila vend nga vetja, nga numri i fuqisë ushtarake që posedon, nga fuqia e asaj superfuqia bërthamore që posedon, kokrat, bombat atomike dhe gjithë armën edhe më të fuqishme që është domethënë energjetika, resurset e mëdha të gazit dhe të naftës e bën një forcë gjithashtu të fuqishme. Dhe pastaj kemi Kinën, e cila është një superfuqi në ngritje, e cila rrezikon nga ekonomia Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe Bashkimin ose Federatën Ruse. Mirë po, kjo që sot kemi dhe konkretisht pyetja juaj, se si kjo mund trajtohet, a është një rivalitet mes fuqive të mëdha, patjetër se është. A është një luftë rajonale, patjetër se është edhe luftë rajonale, domethënë kriza dhe lufta mes Iranit nga njëra anë dhe Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër, duke marrë parasysh faktin se në këtë luftë veç më janë të implikuara shtetet të cilët mendoheshte se janë parajsja e qetësisë, sikur Emiratet e Bashkuara, Katari, Bahreini,
po pse jo edhe Arabia Saudite, e tjere. Dhe më thonë, kemi 7-8 shtete të cilët paralelisht më shumë ose më pak janë të involvuara në këtë luftë. Për këtë arsye, do më thonë, kjo i plotëson gjithë normat për tu karakterizuar si luftë rajonale, për shkak se mos harrojmë se vetë shteti i Iranit nëpërmjet proksive të veta, do më thonë, proksit si termin përdorën për një fuqi ushtarake, jo të rregullt, ose të formalizuar, ose gjysmë të formalizuar, që interesi ose shteti i Iranit ka sponsorizuar, ka mbështetur dhe ka vepruar në aleancë, si kur janë Hutit, si kur është Hezbollahu, ose si kur janë policia shite në Siri, ose si kur ishte, themi, është Hamasi në Palestinë, do të thënë, janë fuqi të cilët nëpërmjet Iranit, ose pika komanduese dhe furnizuese është Irani, dhe krejt rajoni de facto është të përfshirë në luftë. Se sa ajo luftë impakton jo vetëm Gjirin, jo vetëm Hormuzin, ngushticën e Hormuzit, jo vetëm shtetet të cilët drejt për drejt janë të bombardohen, Irani, Izraeli, shtetet Emiratet e Bashkuara, ne vrejtëm dhe pam edhe dje dhe pargje, radhat në pompet e benzinave për naftë, vetëm ajo na tregon se kjo luftë, më thënë, impakton bukfalisht gjithë botën. Fakti që nga $68 çmimi një barelit, një fuqie nafte shkoj brenda vetëm një jave në mbi $100, tregon se informatat që rrjedhin dhe shpejtësia e përcjelljes videove, të fotografive, të informacionit, sot në shekullin 21 është, domethënë, online, është e përnjëhershme, dhe ai luftë nuk mund ta trajtojmë neve si një luftë që bëhet diku tjetër dhe nuk do të ketë impakt, po thjesht është një luftë e cila na impakton jetën tonë, na e shtrejton jetën tonë, na krijon një pasiguri, dhe mund të them se ajo që ndodhi para 6 viteve, domethënë me fillimin e pandemisë dhe gjithë ajo që ndodhi me ekonominë botërore, me kufizimet, pastaj vazhdoi me luftën ruso-ukrainase, e cila nuk ka mbaruar. Tani kjo është një plus, domethënë një ngarkesë për njerëzimin, për botën, e cila patjetër se mos keqi dhe mos shumë të pësojnë ata të cilët jetojnë atje, për shkak se rrezikohet jeta e tyre, domethënë për çdo ditë kemi njerëz të cilët humbin jetën, mos flasim për 2 vitet e fundit në Palestinë, ditëve të fundit, domethënë, edhe në Iran dhe në Izrael edhe në gjithë ato shtete, por jo siguria, shtrejtimi, rritja e çmimeve, mungesa e cila mund të paraqitet e karbonanteve dhe energjisë elektrike, krijon një pasiguri të madhe dhe impakt në gjithë rrezullin toksor, patjetër se ne si shtet i vogël me resurse të cilët nuk i kemi, ne nuk kemi burime nafte, po edhe vetë energjinë elektrike të cilët e konsumojmë, ende nuk e prodhojmë 100%, domethënë varemi edhe aty nga një përqindje nga importit, patjetër se kemi impakt. Kur përmendet shumë pika, si kur shtet i vogël në gjithë këtë situatë globale, krizën energjetike përmendet, gjithashtu edhe krizën e cila do të prek jetën e përditshme të qytetarëve. Mbrëm gjithashtu para disa ditëve pam të rreshtuar njerëz që prisnin për të mbushur veturat e tyre me naftë. Me njerë dolën disa informacione që ka rënë drastikisht çmimet, kanë rënë çmimet e naftës, dhe kjo pas një jave mundet edhe 2 vjet. Këto luhatjet, si ndikojnë, jo vetëm se nuk flasim vetëm për çështjen e sigurisë, apo jo, sigurisë dhe çështjen politike, po çështja ekonomike, sa do ta prek ekonominë? Siguria ekonomike. Po, sigurinë ekonomike. Aty ku duhet fokusohemi, sa do të ketë, çfarë pasojash do të lënë kjo? Do thënë, djerë ora 10 dikunde, ose djerë në mbrëmje, mbas iftarit, çmimet arritën mbi $100 për një fuqi nafte pa përpunuar.
ishte Trumpi, i cili nga Florida, presidenti Amerikan, u paraqit para përkrasve, suportuesve të vetë dhe kongresistëve, senatorëve Amerikan, Republikan, dhe dha disa porosi për çështjen e brendshme dhe çështjen e jashtme politike, dhe njëra prej porosive të cilat i rrëzoi çmimet ishte paralajmërimi se gati se lufta nuk ka përfunduar, edhe pak ngelet për të përfunduar lufta me Iranin, se Amerika gati është në përmbushjen e misionit të vet sa i takon neutralizimit të fuqive të cilët ti themi rrezikojnë sigurinë amerikane, ashtu siç u shpreh vetë presidenti, dhe se shteti i Iranit ka humbur fuqinë ushtarake në ajër, në det, është duke humbur edhe mundësitë për prodhim të shpejtë të bombës atomike, të rezervave të veta të raketave balistike, të cilët janë deklaratat e presidentit, dhe patjetër se ajo kishte pastaj efekt menjëhershme në berzat botërore, dhe pat një ramje e cila ishte dhe sot besoj se para këtij emisioni, domethënë sa e pashun ishte kundër $86 për një fuqi naftë, nga 110 diku sa arriti me një pikë të kulmit. Ashtu që kjo prapë edhe një herë vërteton se sa një informat dhe e keqe ndikon në rritjen e çmimeve, ajo drejt për drejt ndikon pastaj në xhepin ton, dhe sa kjo mund edhe të kthehet mbrapa shpejt, por një është e vërtet se rritja e çmimeve shkon menjëherë me një shpejtësi shumë të madhe kur paraqitet një krizë ose një luftë. Mirë, po rikthimi mbrapa do të jetë më i vështirë. Do të thonë qytetarët nuk duhet të presën se në qoftë se nesër ndalet lufta amerikano-iraniane dhe izraelo-iraniane, se gjithçka do të kthehet sikur para 5 ditëve ose një jave, sikur mos më qenë asgjë. Pse? Për arsye se në shtetet arabe, domethënë, janë gjuajtur me mira dhe mira bomba dhe raketa, të cilët kanë dëmtuar infrastrukturën, jo vetëm ushtarake, po edhe infrastrukturën ekonomike. Kanë dëmtuar rafineri, janë dëmtuar rafineriat në Bahrein, në Arabinë Saudite, mos flasim për rafineritë të cilët janë dëmtuar në vetë Iran. Ashtu që gjitha ajo nuk do të kthehet shumë shpejt, dhe gjitha ajo pastaj mund të ketë një impakt të rritjes së kostove etj. Ashtu që luftrat nuk duhet populli të gëzohet asnjëherë, dhe besoj se nuk ka njeri që i gëzohet luftrave, dhe nuk duhet ne të jemi ata të cilët mendojmë se mund sjellë diçka të favorshme për qytetarin, se nuk sjell të mira. Luftra përveç se sjell humbe jetësh, dhimbje, gjak, lufta sjell shkatrim. Domethënë, dhe gjithë të mirat të cilët janë investuar dhe janë punuar me dekada, për me njëherë lufta din të shkatroje. Ne nuk kemi pa ndonjë luftë këtu në rrethin tonë. Bërëm gjenerata jonë përpose në Kosovë vitin 99, dhe e dim se maqineria ushtarake sërbe në çfarë gjendje e solli Kosovën, fshatrat e Kosovës, infrastrukturat e Kosovës, domethënë vetëm për disa muaj luftë. Ashtu që lufta nuk sjell të mira dhe lufta sjell tragedi. Por fatkeqësia qëndron se në fund qytetarët, a ne duhet llogaritur veten si qytetar të rëndomt, në fund të paguajmë gjithë nëpërmjet kostove të çmimit. Për arsye se nëse nuk ka naftë ose 20% së paku vlerësohet se nafta nga ngushtica e Hormuzit kalon, domethënë e cila prodhohet në gjirin persik, kalon në për ngushticën e Hormuzit, dhe sot kur ajo nuk kalon për shkak të kërcënimeve të Iranit dhe luftës atje, ka mungesë të naftës. Dhe tregjet domethënë reagojnë me rritjen e çmimit. Mos të harrojmë se Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe vendi ynë anëtari NATO-s, kemi embargo të importit të naftës dhe të gazit ndaj Rusisë për shkak të luftës ukraino-rusiane, domethënë agresionit rus ndaj Ukrainës. Dhe domethënë edhe një resurs të cilën bota e kishte para disa viteve, veçanërisht Europa, si një furnizim
me naftë dhe me gaz, sot nuk e kanë Shtetet Bashkuara të Bashkimit Evropian, ndërtet Bashkimit Evropian edhe neve, ashtu që në qoftë se kjo luftë zgjat 1 javë plus, 2 javë plus, 3 javë plus, fatkeqësisht pasojat do t'i ndjejmë edhe më të larta, po edhe më të gjata. Në qoftë se lufta ndërpritet dhe ndalet sigurisht me një shpallje të një fitore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Amerika nuk hupën dhe nuk do të hupje dhe nuk do të hupje patjetër, ka gjasa që të ketë një rikthim i ngadalshëm dhe një stabilizim, mirë po pasojat e çmimeve patjetër se nuk do të kthehen atje ku kanë qenë për një periudhë shumë të gjatë. Po në këtë mes, Evropa, a do t'i ndryshojnë prioritetet Bashkimit Evropian në këtë situatë? Për shembull, kishim para do kohë edhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, do të thënë kombinime të ndryshme për t'i futur vendet e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu më pas u vendos edhe si prioritet pas, siç e përmendët, luftën në Ukrainë-Rusi, ku u vendos si prioritet zgjerimi i Bashkimit Evropian me futjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor, por tash në këtë krizë tjetër. A do t'jetë prioritet, do me thënë, për forcimin ndoshta apo fokusin në aspektin e sigurisë ekonomike që e përmendet, apo do t'jetë ende mbetet Ballkani pikë strategjike e Bashkimit Evropian? Më thënë, ne Ballkani përveç se Serbisë dhe Bosnjës, por në Bosnjë ke misionin ndërkombëtar, përveç se Serbisë t'i themi, krejt Ballkani është në NATO. Më thënë, flasim me një zë, kemi një qasje në politikën e jashtme të sigurisë, kur flasim, do thënë, nga aspekti i NATO-s, do thënë, kemi një qasje për shkak se jemi antar të NATO-s dhe ndajmë vlera të përbashkëta. Ashtu që këtu nuk ka diskutim se ne jemi të rreshtuar dhe vazhdojmë të funksionojmë në ombrellën e NATO-s dhe aty dihet se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë superficia kryesore, dhe pse kemi pa veçanërisht në luftën me Iranin, domethënë se NATO-ja ishte veçanërisht ditën e parë dhe dytu deklaruar se nuk merr pjesë në luftë dhe se kjo luftë është luftë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit. Por nga ana tjetër edhe shtetet sikur më të fuqishme të NATO-s, Britania e Madhe, Franca, Turqia, Italia deklaruan se nuk janë të interesuara dhe nuk duan të marrin pjesë aktive në luftë, por nëse sulmohen, në këtë rast nëse sulmohen nga Irani, se patjetër se do të reagojnë dhe do të mbrohen. Deklarata jo më e largët ishte deklarata e djeshme e presidentit Erdogan të Turqisë, e cila përse dy herë u shënjestrua, nuk u sulmua, se nuk ra raketa në territorin turk, po u shënjestrua nga raket dhe nga dron të Iranit, ishte tërheqja e vëmendjes, kështu nëse vazhdoni do të na tërheqni edhe neve, domethënë me një situatë që nuk e dëshirojmë, ajo është një situatë e përhapjes dhe përshkallëzimit të një lufte më të rëndë, domethënë regionale dhe më gjerë. Po ajo që është për neve është me interes se neve si shtet antare NATO-s ne konsumojmë siguri, ne jemi në ombrellën e NATO-s dhe ajo neve na jep një siguri luftarake ose një siguri të nivelit të sigurisë në plot kuptimin e fjalës më të madh. Dhe sistemet mbrojtëse qoftë ato ajrore, qoftë të tjera, domethënë të inteligjencës, domethënë i kemi në qasje dhe këtu tani shihet se sa ishte akti i dobishëm hyrja e Maqedonisë Veriut në NATO për para disa vjetëve. Tani domethënë jemi shumë më të sigurt dhe mund ta imagjinoshim nëse nuk ishim antare e NATO-s dhe sa do të ishim më të lëndueshëm. Por nga ana tjetër, pyetja është shumë e qelluar dhe këtu mendoj se çdo qytetar ka interes edhe më të madh të marrë një përgjigje. Kriza e luftës Rusi-Ukrainë dhe kriza e luftës amerikano-izraelite me Iranin, a do të kenë një impakt në përshpejtimin e integrimit ton në Bashkimin Evropian.
nëse mendojmë me mendje të shëndosh dhe të logjikës, patjetër se po. Për shkak se ndajmë ne vlera të përbashkëta. Antarët e Bashkimit Evropian, shumica tyre janë antarë të NATO-s. Kemi një treg i cili është tregu i përbashkët. Jemi fundit europian. Njësoj sikurse që janë edhe gjermanët, edhe francezët, edhe italianët, hiç më pak nuk kemi, kemi një trashëgimi kulturore, historike, europiane, dhe jemi në zemër të Europës. Ne jemi të rrethuar edhe nga shtetet e Bashkimit Evropian, edhe nga shtetet e NATO-s. NATO ja shkon gjerë në Turqi. Tani Çiproja, si antare e Bashkimit Evropian, paralembroj se do të kërkoje antarësim në NATO. Nuk është pjesë e NATO-s, është Greqia pjesë e NATO-s, por jo Çiproja, si shteti i pavarur Çiproja. Dhe pse e bëjnë atë e bën për arsye se e kuptuan se nuk është boll vetëm të kesh siguri ekonomike si antare e NATO-s, por duhet të kesh edhe siguri ushtarake. Dhe Maqedonia mirë bën, domethënë tani shihet sa është e dobishme dhe sakrificat të cilat shteti me qytetarët i ka bërë për të antarësuar në NATO, se siguria në plot kuptimin e fjalës, domethënë është gjithmonë edhe para sigurisë ekonomike. Po kur flasim për siguri ekonomike, patjetër se synimi jon si qytetar është të jemi antar të Bashkimit Evropian, se aty përfitimet të neve si individ dhe si familje dhe si shtet janë shumë më të mëdha. Unë besoj se do t'i ndriçoj krerët e Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian dhe gjithë institucioneve të cilët marrin vendime të duhura sa i takon Ballkanit Perëndimor, për me ecur një rrugë të shpejtë në integrimin e plot. Për shkak se Europa nuk është në tërësi Europë, në plot kuptimin e fjalës, pa Ballkanin Perëndimor, domethënë pa Shqipërinë, pa Maqedoninë e Veriut, pa Malinezi, pa Kosovën. Bosnia ka hallet e veta. Mendoj se Republika Srpska krijon një problem të mbrëmshëm dhe aty ata e kanë definitivisht shumë më vështirë, domethënë ti kalojnë ata sfidat e mbrëmshme për të plotësuar normat dhe kushtet për me qenë antare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Serbia ka probleme më shumëti, për shkak se Serbia ka probleme me mosnjohjen e Kosovës, Serbia ka probleme me Kroacinë, Serbia ka probleme me Bosnjën-Hercegovinën, Serbia ka problemet e mbrëmshme, të cilët janë veç më me demokracinë vendore, ashtu që mendoj se përpos Serbisë, gjithë të tjerët, kurse 3 shtetet, si kurse jemi veç më ne kandidat që sa vite u bën, plotësojmë kushtet dhe me pak vullnet politik dhe sens në këtë ndodhi dhe zhvillim të luftrave të cilët janë nuk shihet në horizont, veçanërisht lufta ruso-ukrainese nuk ka një horizont të mbarimit, thjesht ne si shtete jemi të dobishëm gjithashtu për Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër edhe neve do të konsumojmë vlera dhe të mira nga vetë Bashkimi Evropian. Domethënë është një situatë win-win, është e pakuptueshme për një qytetar, po edhe një afarist, një profesor, një njeri i zakonshëm fundit, se çka drejtshëm jemi duke prit dhe pse nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ne i dim detyrat tona, por edhe vetë deklaratat sa i takon ndryshimit kushtetutës, nuk është diçka që nuk bëhet. Dhe nuk është diçka e cila nuk është thënë disa herë se edhe nga qeveria aktuale, mos flasim nga qeveria e kaluar, e cila bëri marrëveshjen me Bullgarinë, futi vendin ton në NATO, po edhe qeveria aktuale, domethënë se me një garancion që nuk do të kemi më kërkesa për ndryshime të kushtetutës edhe një herë, se realisht domethënë ne kemi ndryshuar kushtetutën disa herë,
sa i takon kërkesave të fqinjve, jashtë marrëveshjes shqiptaro-maqedone nga lufta e konflikti 2001-shës, më thënë, mund Maqedonia, mund vendi jonë të bëje edhe një hap sa i takon bullgarëve, pa jo tjetë e fundit. Këtu dhe janë modalitetet të cilët mund të zgjidhen, dhe unë mendoj se kjo që ka ndodhët veçanërisht me luftën në Ukrainë, dhe kjo që ka ndodhët tani me gjirin persik dhe në vendet në lindjen e mesme, duhet neve edhe t'i përdorim si momentum, dhe pa tjetër me një konstruktivitet, ashtu si që jemi në kontinuitet duke qenë konstruktiv sa i takon politikave të NATO dhe Bashkimit Evropian dhe aleancës strategjike në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe miqësisë që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, duhet në maksimum përdorur, me qenë shumë proaktiv, pse jo dhe në koordinim veçanërisht me Shqipërinë dhe Malin e Zi, që të bëjmë një hap përpara. E kemi diskutuar disa herë se më përmende shumë pika kryesore kur përmende krizën në Serbi, pjesën e Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Me kohë, të më thënë ndër vite, ju keni qenë pjesë aktive e politikave tona. Pse nuk u arrit një konsensus i partive politike për këtë çështje? Duke marrë shembullin edhe Kroacisë, se neve kemi filluar këtë rrugë tim qyshe atëherë. Kjo kriza që e përmenda, sikur kriza tash momentale, por realisht edhe konflikti apo lufta Ukrainë-Serbi, la një hapësirë që të krijohen edhe dezinformata dhe të kenë ndikim forca këto fushite mëdha që kanë ideologji të ndryshme për të infiltruar ato ideologji tek qytetarët dhe kjo rriti edhe euroskepticizmin apo jo tek populata qytetare maqedonase. Pse aktori politik deri më sot nuk arriti një konsensus për këtë çështje, çështjen e Bashkimit Evropian, si të mirë kolektive derisa e përmendëm? Më thanë, dua vetëm të rikujtoj opinionin dhe në fakte janë se ne kemi konsenzus shoqëror, konsenzus të gjithë partive politike për antarësim të Maqedonisë Veriut në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe ajo fillon nga vitet e 90-ta, domethënë pas pavarësisë. Mbaj mend që euro-optimizmi ka qenë edhe 90%, tani ka ra ndoshta 70, 75, që nuk është gjë e mirë. Nga gjithë partitë politike, unë sa di, domethënë ekziston vetëm një parti politike, e cila është kundër NATO-s, kundër Bashkimit Evropian, domethënë është Levica e Majta, kurse gjithë partitë politike relevante, parlamentare, domethënë janë për NATO dhe Bashkimin Evropian. Tani varësisht fatkeqësia është fatkeqësia, domethënë shoqërore, jona shtetërore. Varësisht nga pozicioni a janë partitë politike në pushtet ose në opozit, din ka pak niansat të ndrojnë. Dhe më thonë, po duhet rikujtuar edhe partive politike dhe liderëve aktual se ngjelja e vendit tonë jashtë Bashkimit Evropian nuk është sikur të rrish me një vend dhe të tjerët të ecin përpara. Por thjesht ngjelja e shtetit tonë jashtë portave ose para portave të Bashkimit Evropian është ecje mbrapa. Nga mund të konstatohet kjo, nga vetë fakti se ne kemi një memorje, veçanërisht neve të cilët jemi 50 plus, dim se si ka qenë Maqedonia e Veriut në aspektin ekonomik, viteve 90-ta, dhe ku ishte Bullgaria, ku ishte Rumunia, jo më larkë. Bullgarinë bërëm e kemi pa shumë. Dhe e dim se ata katapultuan ekonomikisht me hyrjen në NATO dhe pastaj në Bashkimin Evropian. Dhe kemi modelin parasyve. Dhe kemi modelin cilën nuk ka nevojë dikush na sqarojë, domethënë, ata ishin me një standard ndoshta 3 fish, 4 fish, më dobët se nga qytetarët
vendit tonë të cilët dolën nga ish Jugoslavia, nga shkatërimi ish Jugosllavisë. Kurse tani ato kanë të ardhurat të cilët janë minimumi 2 fish ose më tepër nga të ardhurat tona. Ashtu që politikanët duhet mos kalkuluar a jemi në opozit ose jemi në pushtet, po duhet gjithmonë në mbajnë interesin jo për si vjetë si do të reflektohet në zgjedhje, në qoftë se ne sjellim një vendim edhe bëjmë një hap në drejtim të zbatimit të obligimeve që i kemi për me qenë antare e Bashkimit Evropian, po duhet menduar si do t'jenë edhe ku do t'jetë shteti dikun në bazë 10 viteve ose në bazë 2 dekadeve. Qofse mendojmë ashtu, dhe në qofse kishim menduar ashtu, ne sot do t'ishim antare e Bashkimit Evropian. Unë e mbaj mend 2008 s'ka qenë, më thënë nuk ishim antare e NATO-s, nuk ishim antare e Bashkimit Evropian, ne ishim shumë afër. Ishim shumë afër antarësimit së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë, antare e plot e NATO-s. Dhe në qofse ne atëherë u antarësoheshim në NATO së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë, unë jam shumë i sigurt se nuk do të kishim neve sot problemet me Bullgarinë, sepse ase kohë ne s'kishim probleme me Bullgarinë. Mirë po, ngritja e çështjes të historisë, të kaluarës historike, se kush ka të drejtë më shumë në trashëgiminë historike të periudhës antike, gjeneroi një blokad nga ana e Greqisë, Maqedonisë Veriut. Dhe Shqipëria u bë antare NATO-s, Kroacia u bë antare NATO-s dhe pastaj u bë antare dhe Bashkimit Evropian. Ne u desh të bëjmë një kompromis më të madh me Greqinë, dikun të mbas nga 2008 në 2016, nëse më kujtohet, domethënë mbas 8 viteve, për me 2018, domethënë mbas 10 viteve për me u bë antare e NATO-s. Domethënë humbon 10 vite. Tani më mirë se kjo mësim nuk ka çka na jep, domethënë se është diçka që vetë kemi përjetuar, vetë dim, vetë kemi ecur. Andaj edhe lutja, kërkesat e liderët aktual të cilët kanë pozicione shtetërore, domethënë, nuk duhet menduar se si do të efektohet një vendim sot në zgjedhjet e ardhshme. Pavarësisht janë lokale, janë parlamentare. Po duhet mendohet si ne dhe ku do të gjendemi mbas 10 viteve. Unë jam shumë i sigurt se nëse ne sot antarësohemi në Bashkimin Evropian, mbas 10 viteve nuk do të jetë kjo Maqedoni. Do të jemi shtet i cili së paku ne do të kemi dyfishimin e të ardhurave. Së paku dyfishimin e të ardhurave, ndoshta edhe 3 fishimin e të ardhurave. Po ajo që është me vlerë, nuk importohet si antare e Bashkimit Evropian vetëm ekonomia, po importohet edhe demokracia, importohet edhe toleranca, importohen edhe vlera, domethënë, të cilët nuk kanë të bëjnë vetëm me paret edhe me sistemin politik. Domethënë me rregulla, me sjelljet tona. Andaj ne shumë në bisedat e përditshme që kemi, ndonjëherë kemi lakmi qytetarëve tonë, të cilët kanë shkuar para 10 viteve, 20 viteve, ose 30 viteve, jetojnë në Zvicër ose në Gjermani, themi sa të mirë, sa të kulturu, domethënë janë evropianizu, i respektojnë rregullat, i respektojnë principet, domethënë paguajnë tatimin, nuk hikin tatimeve, respektojnë shtetin e tjerë e tjerë. Pse mos e bëjmë edhe atë këtu te neve? Pa nuk bëhet me një akt, me një vendim. Ajo duhet një proces, domethënë, niset dhe gradualisht, domethënë, importohen ato vlera. Të njëjtit njerëz jemi, edhe këtu që jetojmë, edhe ata të cilët shkojnë dhe jetojnë, ndërtojnë familjet e tyre në Gjermani, Francë ose në Zvicër. Domethënë, njëjtit njerëz, njëjti brum jemi. Domethënë, sistemi, domethënë, është e puna çështja e sistemit. Mos shko më larg. Ja Safe City. Janë të njëjtit shofer edhe para një muajve edhe sot. Po sot kur erdha në studio, domethënë, nuk vozitën njeri më tepër se 50 nëpër qytet, mund 55 maksimum. Mirë po para një muajve, kishte edhe me 80, me 100 semafor të kuq nuk i respektonte çdo i 10 shofer. Ashtu që njerëzit janë adaptohen sistemit dhe fundit shumica, mbi 90% e don rendin. Tani ata të cilët don pak
t'i ekskivojnë rendit dhe rregullave, edhe për ata, gradualisht, ka model, ka sistem, se si hinë në sistem. Edhe një pyetje se nuk na premton koha, do të kisha më shumë të flas me ju në lidhje me shumë çështje, por ky model i fundit i përmendur nga aktorët politik të Bashkimit Evropian, do të thonë tulesh në tryezën në familjen e Bashkimit Evropian pa të drejtë vote. Si e mendoni këtë opsion? A do të jetë një nga opsionet e mira për vendin tonë, apo ulja në një tavolinë ku dikush ka të drejtë vote, si për shembull shteti Bullgar, i cili na vendos kushte, dhe karshi një shteti i cili nuk ka të drejtë vote, çfarë do të thotë kjo? Mendoj se pak më ndryshe duhet të vendojmë çështjen, nëse ne bëhemi anëtarë të Bashkimit Evropian, jo vetëm neve, edhe Malizia dhe Shqipëria, dhe ulemi në tavolinë, do t'i shfrytëzojmë gjithë drejtat dhe privilegjet të cilët i jep Bashkimi Evropian, po nuk marrim vendime në proceset që takojnë Bashkimit Evropian. Themi, bëhet fjalë për një vendim, një tarife kundrejt Shteteve Bashkuara të Amerikës. Do thënë, aty ndoshta nuk do të kemi drejt të votojmë. Kurse faktin se do të jemi antar të Bashkimit Evropian, ai nuk do thotë se Bullgaria neve mund të na kujdojë pastaj, se ne jemi brenda. Dhe kjo do të ishte një super pozicion dhe një super mundësi në qoftë se realizohet. Në qoftë se realizohet, për shkak se unë jam pak edhe për këtë çështje me rezervë e marr, për shkak se është një mundësi e cila më tepër është e promovuar nga liderët e Ballkanit Perëndimor, e më pak nga krerët e Bashkimit Evropian si mundësi. Po në qoftë se ishte një mundësi e tillë, unë me 2 dorë ta votosha. Në qoftë se ishte në gjendje ta votoj, për arsye se është një mundësi ne të bëhemi antar të plot Bashkimit Evropian, pa drejt vote. Rregull, do të vijë drejta e votës, do të harmonizojmë disa çështje, do detyrat të shtëpisë që nuk i kemi kry, por nuk do të ketë dikush mend neve të na bllokoje. Se nesër, paramendoni, do të hyjë edhe Malizia nëse hyn. Po edhe Malizia tërë neve do të mund të na bllokoje. Thotë pikrisht. Ashtu që ne duhet të jemi brenda. Është një fjalë shumë e vjetër, një thënie. Më mirë është të ulesh në tryez se sa të jesh pjesë e menys. Dhe ne tan kohën jemi dekund aty afër menys, kurse dikush vendosen vetëm për neve. Po sikur të jemi brenda në tavolinë të ulur, pa marrë parasysh se ne nuk kemi drejt formale të votës. Po nuk kryhet gjithçka dhe nuk bëhet gjithçka vetëm në tavolinën ku votohet. 90% të punëve kryhen jashtë tavolinës. 90% të punëve kryhen në llobit para zyreve, në korridore, domethënë kemi mundësinë e qasjeve shumë më shumë se kemi tash, a mos flas për privilegjet dhe mundësitë ekonomike, mos flas për lëvizjen e mallrave, mos flas për mundësinë për të lëvizur njerëzit, për të studiuar, për të punuar, domethënë kemi një mundësi të barabartë për një zhvillim edhe për një jetesë shumë më cilësore dhe më të mirë. Dhe atë që përmenda, me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne nuk do të importojnë vetëm të mira materiale, po gradualisht ne do të importojmë edhe më tepër vlera, sikur që është demokracia, toleranca dhe shumë sende tjera. Përmendet Safe City-n, pasi që më provokuat edhe me disa pika, kur jemi të implementimi të gjitha ligjeve, sepse keni qenë edhe brenda institucioneve, edhe jashtë institucioneve, jeni edhe në sferën e biznesit, ku e shihni hendekun mes implementimit të ligjit dhe jetësimit të ligjit, se ne kemi mjaft ligje që i kemi të nënshkruara, sikur në letër i kemi, dhe këtu hasim në pengesat të caktuara në implementimin e tyre. A nuk kemi kapacitet institucional që të realizohet ajo, apo kapacitet ndoshta kolektiv? Jo, ne kemi deficit institucional në implementimin e ligjeve. Ne kemi shumë ligje, kemi shumë ligje të mira. Kemi shumë ligje se kur e lexon thua, wow, sa mirë qenka. Po gjatë realizimit pastaj ndonjë zyre, ndonjë departament, ndonjë ministri, më thon, ata ligjet thjesht nuk jetësohen.
Dhe kur e përmendëm do thonë Safe City, Safe City është e mira, pse ka shumë kritika tani nëse shohim atë panoramën e madhe, do thonë njëra prej kritikave pse vetëm Shkup, në Tetov, në Kumanov dhe nuk e di pse nuk fillojnë në këtë Maqedoninë. Aty do t'jape përgjigje qeveria, Ministri i Punëve të Brendshëm, Drejtoria, se kur në ato, ne jemi vetëdijshëm se për më njëherë asnjë punë nuk bëhet, por duhet kese një timing, një hapësirë kohore, nëse fillon Shkup sot, nesër vazhdon atje, mbas nesër vazhdon atje. Kjo është pak ajo dilema të implementimi kur flasim, mirë po, implementimi automatik, ku nuk varet nga njeriu, po varet nga makina dhe nga kompjuterat, është shumë më i dobishëm dhe shumë më i shëndetshëm. E minimalizon mundësinë e ndërhyrjes të qejfeve dhe nevojave personale, ose të themi më truç, minimalizon korrupsionin dhe keqpërdorimin e shtetit. Sa më shumë të kemi neve me automatizëm të na funksionojnë ligjet, ne do të jemi shumë më të lumtur dhe do të jemi shumë më të barabartë si qytetar, pavarësisht pozicionit tonë social ndaj ligjit. Dhe unë dëshiroj se çdo ligj të mund të funksionojë ashtu me automatizëm. A është e mundshme, është vështirë e mundshme, a është mirë në letër, shkruan mirë në letër, po ja, nisemi nga shkruan në letër se nëse neve i paguajmë kuponat ose fakturat e mbetjeve komunale, do të na i mbledhin barllokun. Po ja, kemi një krizë disa vjeçare që barllok ke çdo kunde, nuk mlidhet barllok. Domethënë, nuk na funksionon edhe ajo. Po ka shumë gjëra të cilat nuk na funksionojnë, por i kemi në letër të mirë të shkruta. Domethënë, ajo tregon se ne kemi një deficit të implementimit të vendimeve dhe të ligjeve, domethënë kemi deficit institucional, fatkeqësisht kemi ende korrupsion. Domethënë për shkak se mos zbatimi i ligjit në mënyrë të përpikshme gjeneron gjithmonë mundësinë e keqpërdorimit dhe korrupsionit, dhe normal ajo që është percepcion i qytetarëve se sistemi i ligjit ose drejtësia nuk funksionon në mënyrë të barabartë për gjithë qytetarët, dhe jo rastësisht kemi një situatë ku mbështetja ose besueshmëria ndaj sistemit të gjyqësorit, prokurorisë etj. Është nivel jo të mjaftueshëm, është nivel dobët. Tani pa ndërhyj se sa kanë drejt për çdo rast qytetarët, po perceptimi është domethënë i tillë. Ashtu që neve duhet shumë si shoqëri të punojmë në këtë drejtim. Domethënë në implementimin e ligjeve të cilët sjellen duhet të implementohen gjë në fund. Duhet pasur kujdes gjatë sjelljes të ligjeve, se ligji mund të sjellet në parlament, votohet nga deputetët dhe bëhet i plotfuqishëm. Po nëse sjellet një ligj i cili nuk zbatohet, ai të sjell probleme. Pra e flas këtë dhe kam mendjen te ligji për arsim të lartë. Domethënë, ligji për arsim të lartë ka hap një debat, domethënë, gjithëpërfshirës, ku gati se nuk dëgjova një përkrahje për ligjin i cili është i propozuar, në vërtet është në një debat publik, përveç se nga vetë shkruesit e ligjit, domethënë ministrja dhe ndoshta disa bashkëpunëtorë të ngushtë të Ministrisë së Arsimit, tjerë domethënë sfera akademike, po edhe qytetarët, edhe studentët, domethënë thjesht kanë 1001 arsye të cilët e elaborohen se nuk është një ligj i mirë, se nesër të na sjellë të lashe. Për ata duhet gjithmonë të jemi domethënë të kujdesshëm, mos eksperimentohet me ligjet, për shkak se pastaj pasojat dhe dëmet janë të pariparueshme ose shumë na kushtojnë, dhe duhet par praktikat më të mira në rrethimin ton, praktikat më të mira në shtetet më afër që i kemi të Bashkimit Evropian, dhe ato praktika ne duhet ti zbatojmë. Ajo të eksperimentojmë me diçka të cilën s'pariherë në vendin ton do ta shohim si ligj, pastaj do të provojmë ta implementojmë, për arsye se kalojnë vitet dhe mund të ketë impakt të cënohen gjenerata të tëra gjatë procesit të edukimit dhe arsimimit të tyre.
Zoti Selmani, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni, me të vërtet më dhat pika mjaft të rëndësishme për mua dhe qytetarit, informacione mjaft të rëndësishme në këtë periudhë kur ndoshta na ka kapur një krizë apo të themi që jemi në një farë krize, stresi kolektiv dhe presim përgjigje të shumta. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi të jem mysafir dhe do të vjen mirë nëse arritëm pak të zbërthejmë disa tema, të cilët janë tema që na tangojnë çdo kush nga neve, është i prekur, nga që thash, nga pramë që i pam gjitha ato radha në pompat e benzinës dhe nga friga e të nesërme se mos bëhet më keq. Faleminderit. Të nderuar, këtu përmbyllim edhe këtë emision ton. Takohemi sërish javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbëjtje.